Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Një ditë e mbushur me mundësi të reja për të përmirësuar situatën financiare. Mund të merrni një propozim të mirë që mund të ndryshojë kursin e karrierës suaj. Sigurohuni të jeni të hapur për mundësi të papritura, por gjithashtu të bëni kujdes për partnerët e biznesit. Demi. Një ditë e favorshme për marrëdhëniet personale dhe profesionale. Do të keni mundësinë të forconi lidhjet e ngushta me ata që janë të rëndësishëm për ju. Të ardhurat mund të jenë më të mira se zakonisht, por kujdesuni të menaxhoni shpenzimet. Binjakët. Kjo ditë kërkon fokus dhe qetësi. Do të përballeni me disa sfida në punë, por mund të dalësh fitimtar nëse e mbani kokën të qartë dhe veproni me maturi. Lidhjet sociale do të jenë më të ngushta dhe më të fuqishme. Gaforia. Një ditë shumë pozitive për të avancuar në projektet tuaja. Do të merrni mbështetje nga kolegët dhe miqt dhe kjo do t'ju jap energjinë e nevojshme për të vazhduar përpara. Në aspektin emocional, mund të keni disa mendime të thella për marrëdhënien tuaj. Luani. Dita e sotme do t'ju sfidoj të balanconi punën dhe jetën personale. Kujdesuni për shëndetin tuaj dhe sigurohuni që të bëni pushime të shkurtra për të çlodhur. Mund të ketë mundësi për të rritur kreativitetin tuaj dhe për të sjellë ide të reja. Virgjëresha. Një ditë e ngarkuar për ju ku do të duhet të menaxhoni disa projekte të rëndësishme. Kjo do të kërkojë shumë përqendrim dhe organizim. Në marrëdhëniet personale do të jetë koha për të shprehur ndjenjat e për të rregulluar disa çështje të pazgjidhura. Peshorja. Një mundësi e shkëlqyer për të ndërmarrë veprime të guximshme në karrierën tuaj. Dita do të jetë e mbushur me frymëzim dhe mundësi për të avancuar në dashuri. Komunikimi është çelësi për të forcuar lidhjen që keni. Akrepi. Do të ndjeni shumë më të sigurt në vetvete dhe në vendimet që merrni. Do të ketë mundësi për të udhëhequr dhe për të realizuar një projekt që ka pasur shumë mundësi për vonesa. Shëndeti ka nevojë për pak më shumë vëmendje. Shigjetari. Një ditë e mbushur me mundësi për rritje profesionale dhe shfrytëzim të aftësive tuaja. Mund të merrni lajme të mira nga një projekt që ka qenë i pasigurt deri tani. Kujdesuni për marrëdhëniet me partnerët e tregoni kujdes për të mos u shpërqendruar nga qëllimet kryesore. Britsjapi. Dita do të jetë e mbushur me detyra dhe përgjegjësi. Megjithatë, mund të prisni disa përfitime të mëdha nga mundi juaj i kaluar. Pasioni për atë që bëni do të jetë më i dukshëm dhe kjo mund të sjellë mundësi të reja për të përmirësuar situatën tuaj financiare. Ujori. Një ditë shumë dinamike për ju. Ka mundësi për të bërë një ndryshim të rëndësishëm në jetën tuaj profesionale, por gjithashtu mund të keni disa sfida me komunikimin e marrëdhëniet me kolegët. Shfrytëzoni kreativitetin tuaj për të gjetur zgjidhje. Peshqit. Dita do t'ju sjellë mundësi të reja për të thelluar njohuritë e për të bërë avancime në karrierë. Shumë mundësi për të forcuar lidhjet personale do të shfaqen. Përdorni intuitën tuaj për të marrë vendime të rëndësishme, por shmangni impulsivitetin. Horoskopi në Top Albania Radio.